Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, mirëserdhet në edicionin e radhës Miftinia Podcast, që trajtojmë së bashku tema të ndryshme të cilat janë në interes të shoqërisë sonë. Sot me shumë kënaqësi dhe me shumë dëshirë kemi një mysafir, Arber Kadriu, psikologun i cili do të folim mbi një temë të rëndësishme të shoqërisë sonë. Arber, mirë se na erdhe në Miftinia Podcast. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë. Është kënaqësi ime që të kemi në Miftinia Podcast dhe je mysafir i radhës në tema të cilat kemi shtjelluar së bashku në shumë tema të ndryshme. Prandaj me ju së bashku besoj që ta kemi një temë të këndshme edhe besoj që është në interes edhe të besimtarëve të cilët na ndjekin nëpërmjet rrjeteve sociale. Padyshim ashtu është, fillimisht unë them selam aleikum. Paqja, mëshira, bekimet e Zotit qofshin mbi ju, mbi stafin tuaj dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin në podcastin tuaj. Aleikum selam, faleminderit. Arber, do të fillojmë prej nga e para, që ngadalë edhe besoj që do të futemi së bashku në temën në të cilën edhe dëshirojmë që të flasim së bashku. Zakonisht populli jon e shëndrishe psikologun, edhe e shemi njësi pak më ndryshe, e shem një psikolog i cili ndoshta nuk kam dëshirë që unë të njoftohem ose të shoh atë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të folim si duhet të shohim ne psikologun dhe psikologjinë në përgjithësi. Faleminderit shumë për këtë pyetje, sepse është një mundësi shumë e mirë edhe për hapësirën të cilën e keni dhënë, por edhe për të ndjekësit që besoj në vazhdimsi ato do të ndjehen mirë kur do t'i dëgjojnë këto sugjestione, këto këshilla të cilat do t'i themi. Është e vërtetë që psikologjia si shkencë akoma është në hovin e saj, akoma është në zhvillim e sipër, akoma bëhen hulumtime të ndryshme, zbulime të ndryshme, por megjithatë akoma në shoqërinë tonë shihet me një paradoks ose me një sy ndryshe nga drejtimet themi të tjera. Shumë të në rasteve paragjykimi më i madh është kur njeriu vjen në një stat, në një gjendje emotive, psikologjike ku nuk mund të jetë funksionale, aty mandi gjen në një problematik brenda vetes se ku duhet të trajtohen këto çështje, këto gjëra. Fillimisht njerëzit duhet ta kuptojnë që psikologjia si shkencë e cila studion sjelljet e njeriut ose të njerëzve dhe proceseve mentale mendore, do me thënë është bazike në jetën e tyre, sepse pa psikologjinë nuk mund të jetë edhe jeta e mirëfillt në shëndetin psikologjik. Sepse në shumë të në rasteve duhet ta kuptojmë një gjë që tani do me thënë edhe mjekët vetë se e thonë edhe bashkë veprojnë, bashkë funksionalizojnë me psikologët e ndryshëm, sepse normalisht psikologjia ka dhe disiplinat e saj të ndryshme, i orientojnë njerëzit thjesht për të bërë një diagnostik ose mos shkoj më thellë një konsultim me psikologun. Pra, psikologjia është një shkencë, do me thonë që studion sjelljet e njeriut dhe proceset mentale. Do me thonë studion botën e brendshme, botën psikologjike që njeriu e ka brenda vetes. Që t'je më i thjeshtë dhe më i kapshëm, ne ndoshta shpesh herë mund të qeshim, mund ndukemi në një personalitet të jashtëm tjetër, por ajo që e kemi brenda vetes është realiteti e vërteta jonë. Për atë arsye, shpesh e themi edhe duhet ta themi, që shëndeti fizik nuk është i plot, nuk është i plotësuar, nuk është i shëndetshëm pa mirëqenien e shëndetit mendor. Dhe në këtë aspekt edhe feja i ka dhënë një peshë, një rëndësi të madhe, sepse njeriu si qenie e përsosur, themi, e përkryer, e krijuar nga i madhi Zot, është krijuar që dallohet nga krijesat tjera. Me çka? Me mendje, me logjik, me racio, me atë që bën analizën brenda vetes. Për atë arsye, psikologjia si shkencë humane, do me thonë, ofron thjesht një gjë, që njeriu ta kuptoj vetveten, që njeriu ta kuptoj mendjen e tij, që njeriu të bëj seleksionim të informacioneve që i merr gjatë etapave të zhvillimit të jetës, që nga mosha e hershme deri në moshën e fundit të jetës së tij. Me një fjalë, njeriu e bën jetën e tij më të kapshëm, më të thjeshtë, më të realt, por ajo që është më e rëndësishmja, lumturia.
Thjesht domethënë njeriu kur studion vetveten e tij, kur i sheh tmetat e tij, kur i sheh afinitetet të cilët i ka, ai thjesht bën sitën brenda vetes tij duke i veçuar gjërat negative dhe gjërat pozitive. Pra njeriu e kompleton. Për atë arsye, shkuarja në psikolog, studimi i psikologjisë nuk është një fenomen abnormal që duhet paraqitet tek njerëzit tonë, po thjesht secili njeri, bilon shumë të në rasteve them, ata njerëz të cilët shkojnë në konsultim me psikolog për të trajtuar këto çështje psikologjike, ata janë njerëzit më me talent. Ata janë njerëz më voluminos. Ata janë njerëz të cilët kanë afinitete, kapacitete për të bërë ndryshime edhe në veten e tyre, edhe në familjet e tyre, por edhe në shoqërinë tonë. Kur njeriu thjesht e strukturon vetveten e tij, andaj fushveprimet në jetë, në profesion, në gjithandaj do të jenë më të mira, më të rehatshme edhe më të kapshme, si me veten edhe me të tjerët. Shumë e qartë. Arbor, më intereson për shembull kjo pjesa se çish, më thon psikologjia, realisht i trajton probleme të cilat edhe njerëzit e përmendën pak në fillim, që më thon shumica e njerëzve ndoshta ju mungon kjo pjesa e lumturisë, ata kur kanë një problem ndoshta në psikologjinë e tyre, thjesht ata nuk mund ta gjejnë këtë lumturinë. Edhe besoj që këtë rast si trajton psikologu që njerëzit të marrin dhe të kenë përsëri atë lumturinë që ndoshta ju ka munguar në një pjesë të caktuar, them kështu. Është interesante shumë kjo pjesë, sepse secili njeri në jetën e tij kërkon që ta ketë bafshë me lule ose themi më qartë të gjejë lumturinë. Po shpesh unë bëj pyetje edhe te klientët e mi dhe te njerëzit, çfarë është lumturia? Si mund ta japim definicionin e lumturisë? A është dashuri? A mjafton të themi vetëm dashuri? Nuk është vetëm dashuri. A mund të themi vetëm paqe? Nuk mund të themi vetëm paqe. Po a mund të themi rehati? Nuk është as rehati. Po të themi bollok materializmit ose në aspektin financiar, nuk mjafton. Sepse lumturia si definicion, domethënë është një gamë ose një valë e gjerë definicionesh ku njeriu duhet ta ndjejë tek vetvetja e tij. Pra, nëse dëshirojmë që të kemi mirëqenie ose të kemi lumturi brenda vetes, atëherë duhet të ndalemi edhe të shohim, ta kuptojmë njërë në esencë çfarë është lumturia, edhe cilët janë rrugët që njeriu duhet shkoj drejt lumturisë. Pra, ajo çka është e rëndësishme, natyrisht ne jemi te Myftinia podcast dhe jemi besimtar. Dhe unë shumë të në rasteve mundohem që gjatë psikoterapisë edhe gjatë teknikave psikologjike të cilët ne i përdorim me klientët tanë, dikush e ndjen në veten tek pjesa fetare ose tek besimi. Edhe shpesh nëpërmjet ajeteve, verseteve kuranore dhe nëpërmjet haditheve bashkëveprojmë me pjesën shkencore moderne edhe del një kulaç, një teknik e jashtëzakonshme për atë njeri i cili e ka nevojë të marrë këtë pjesë. Pra, lumturi, atëherë nëse fokusohemi në fjalët e Zotit, çka thot Zoti? Me përkujtimin tim njeriu gjen qetësi në zemrën e tij. A tha më herët rehati, qetësi, domethënë është një pjesë kur njeriu praktikon jetën, veprimet e pejgamberëve ose të pejgamberit ton paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, njeriu stagnon pak në atë egon e tij të madh që e ka për jetën. Bilen shumë të në rasteve, njerëzit që më së tepërmi vinë për konsultime, që mos tingëllojnë në keq kuptim, janë njerëzit që kanë një bollëk të madh. Njerëzit që kanë kushte të mira, njerëzit që kanë aspektin financiar, me një fjalë, edhe pse ata mund të themi që janë të përmbushur, egoja njeriut, nefsi njeriut, asnjëherë nuk ndihet i përmbushur, sepse sa më shumë që ka, kërkon më tepër. Ashtu është njeriu i krijuar. Pra, duhet ta kuptojmë një gjë, që lumturia në këtë aspekt që po e bisedojmë, nuk është të pasurit bollok. Dhe kur vin tek ne thon, e di çfarë? Sa ti për shembull je në kontakt me Zotin tënd. Sa për shembull ti bën bisedë me Zotin tënd. Përderisa ka ardhur një psikolog që i ke bërë një hap të duhur, atëherë sun po të bëj një pyetje. Përderisa flet me mua dhe po diskutojmë për këto problematika, sa shpesh ti bisedon me Zotin tënd. Për shembull, një nga teknikat edhe nga ato aprovimet të cilët i ka bërë profeti jon alayhis salam është namazi i natës. Për shembull, pse namazi i natës kur gjithë njerëzit janë në gjumë, kur gjithë njerëzit mund gjenden në një gjendje transi ose të pavetëdijshme, ti ngrihesh dhe bisedon me Zotin tënd. Dhe
ti aplikon një ndër aplikacionet më të mëdha siç është përmendja e Zotit dhe qetësia që e gjen. Dhe ja di çka do të thotë ti të bisedosh me krijuesin tënd, krijesa me krijuesin. Domethënë është një mrekulli që vetëm Zoti nga dashuria e madhe që ka për krijesat ja jep këtë mundësi atij personi. Pra, lumturia me një fjalë është kur njeriu e kupton vetveten, kur njeriu falenderohet Zotit ti dhe është mirënjohës për atë që e posedon, dhe në shumë të në rasteve dhe në shtetet moderne, edhe pse i kanë kushtet e tyre ekonomike, shpesh bëjnë ndryshim të vendit. Për shembull, se jeton në Amerikë, do të shkojë të jetojnë në Skandinavi, nëse jenë në Skandinavi, do të shkojë të jetojnë ndoshta në Ballkan, prej Ballkanit dikush në Azi. Por ajo që është e rëndësishme dhe shumë e duhur, njeriu ta bëj paqen e tij, lumturinë e tij në kushtet, momentumin dhe rrethanat që i ka. Sepse ti nuk është që bie ndesh me fenomenin negativ të cilin e ke, po ti mundohesh ta pranosh. Është si me thënë në një aspekt filozofik, kur ai hajduti hyn profetit në shtëpi. Dhe profeti që tha, nuk më vjodhe ai mua, por e vjodha unë, sepse e afron fenomenin negativ, e trajton atë çështje dhe mundohesh ta filtrosh në aspekt pozitiv. Sepse njeriu në këtë botë haset në dinamika, në sfida të mëdha, domethënë në sprova të ndryshme, prej më të rëndave ato që mund t'i kemi në aspektin shëndetësor, në aspektin ekonomik, financiar, në aspekt social, politik e kështu me radhë. Por ajo që është më e rëndësishme, që psikologjia nëpërmjet metodikave të saj mundohet që njeriu ta vetë vlerëson veten, ti vetë menaxhon problematikat, por atë që ne e kemi shumë të madhe është edhe pjesa e besimit. Unë shumë të në rasteve njerëzve ju them, nëse dëshiron të lexosh një libër global, mega të mirë është Kurani famlar. Unë si psikolog, kur e lexoj Kuranin, unë e shoh në aspektin psikologjik edhe besoni që aq shumë më jep variante, diapazon të gjërë që unë ato t'i aplikoj edhe tek vetja ime, por t'i aplikoj edhe tek klientët të cilët kanë nevojë për këtë pjesë që unë besoj në shoqërinë tonë janë me të madhe në këtë pjesë, edhe ne japim më tepër shtesë ose shtytje që të arrijnë deri tek zgjidhja e problematikës. Por më intereson një pjesë për shembull te kjo boshllëki që përmende. Realisht për shembull si arrin me i trajtuar, për shembull si arrin që ata me i përmbush shpirtërisht që ata të gjejnë veten dhe të rifillojnë. Për shembull, se zatëm kemi shumë probleme në shoqërinë në cilën na jetojmë. Për të ndërtuar një shtëpi kërkon ndoshta një periudhë një mujore. Por për të trajtuar problematikat një njeri që i ka brenda vetes nuk është brenda një dite. Po është brenda një periudhe ndoshta pak më të gjatë kohore, por për të arritur në një nivel, në një stat përmirësimi. Në shumë të rasteve, kur themi te boshllëku, që zakonisht pjesa më e ndjeshme psikosomatike e njeriut është krahërori. Edhe njerëzit zakonisht kur vinë me ndjenja të ankthit ose në një gjendje anksioze, thot kam disa vakume ose ndjej një vakum ose kam një flutër brenda gjoksit tim, brenda vetes time. Dhe normalisht ku duhet raste ndryshme përdorim edhe pjesën e medikamenteve, që shpesh njerëzit e kanë edhe fobi se përdor ilazhe psikiatrike, do të thonë kemi arritur në një fazë çmendurie që është shumë e pavërtetë, që shpesh njerëzit janë unikë dhe ndonjëherë duhet që nervi të qetësohet nëpërmjet medikamenteve, se fundja nuk do të pihen gjithë jetën, por do të pihet në një situatë akute të shkurtë. Pra, ai boshllëk që njeriu ndjen atëherë se shkojmë edhe tek historia e pejgamberëve tonë, për shembull tek Hazreti Musa alayhis salam, kur thot Rabbi shrah li sadri, no Zot zgjero ma krahurin tim. Përse? Sepse njeriu kur arrin në një fazë që nuk mund t'i përballoj sfidat, sprovat e ndryshme, mbyllet brenda vetvetes tij. Edhe kur mbyllet brenda vetes tij, shpirti i tij ngurtësohet ose ngushtohet edhe ndjen një boshllëk brenda vetes tij. E çfarë bëhet në këtë rast? Atëherë ne si psikolog edhe profesionist tjerë të shëndetit mendor shkojmë deri në një pikë ku nëpërmjet pyetësorëve, nëpërmjet testimeve, nëpërmjet intervistimit të klientit gjurmojmë ose gryhem deri te ajo pikë ose të ajo çështje që më tepër ka lënë shenja traumatike dhe ka brengosur, e themi ne shpesh edhe në gjuhën e popullit, ka një pikë që të dhem shumë. Edhe ne shkojmë dhe futemi brenda në atë pikë derisa ta eksplorojmë
çështjen problematike, emotive të cilën e ka ai person. Edhe mandej kur e zbulojmë, të themi hipotetikisht kemi vdekjen e një antarit familjes. Edhe aty është prekur shpirti i tij më shumti. Edhe mandej ne shkojmë edhe trajtojmë formën e duhur. Për shembull, nëse thotë pse më vdiq ky njeri, atëherë duhet të futemi në atë pjesën pse duhet një njeri të vdesi. Çfarë është esenca e vdekjes? Çfarë është qëllimi i vdekjes? A ka jetë pas vdekjes? Domethënë futemi si ai fëmia kur është në formën e pubertetit, kur ka një kompleks ndryshimi në zhvillimin hormonal mendor që është në një mjegullnaj, në një botë të panjohur, është e njëjta edhe me këta individ të cilët hasin në kriza psikologjike. Domethënë ai njeriu jeton edhe vjen një moment që mendja e tij ndjehet në një turbulencë të madhe, në një mjegullnaj, ne që e quhemi brain fog ndryshe në gjuhën angleze, edhe çfarë bëjmë ne? Mundohemi që fije për fije t'i heqim të gjitha ose t'i qartësojmë të gjitha gjërat që të arrijmë në një fazë që njeriu me një kthjellësi, vigjilencë mendore ta kuptoj problematikën ku e ka. Edhe kthehet përsëri në normalisht kthehet në një gjendje shumë normale, bilen shumë të në rasteve. Njerëzit të cilët i trajtojnë këto problematika janë edhe më mirë se që kanë qenë më herët. Sepse Zoti thot në Kur'an, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Tani formula nuk mund të ketë aty. Nuk mund të ketë shpjegim tjetër përpos se është një mesazh hyjnor që ti duhet ta trajtosh brenda vetes tënde. Do thonë kemi një vështirësi të madhe, kemi shumë siklete brenda nesh, kemi shumë sfida në jetën tonë. Çfarë thot Zoti? Vjen një moment kur njeriu del në lehtësi, del në lumturi, del në paqe, del në vetkënaqësi, del në një harmoni. Pra, tani, çfarë është dobia e kësaj? Shumë të në rasteve që bëhet edhe s'është një temë shumë e gjatë kjo. Kam një problem psikologjik, a thua mëse kam nga syri i keq. Kjo është po. A mos vallë kam të bërë magji ose sihër, ku diun. Dhe në shumë të në rasteve unë kam qenë një prej thtarëve që i kam biseduar këto tema publikisht për t'ua hequr atë dilemë, sepse thjesht sot e kësaj dite problematika psikologjike shihen si botë abnormale, si botë e panjohur. Atash njerëzit kanë arritur, shkencëtarët kanë arritur, i trajtojnë gjërat në mënyrë shkencore dhe kanë arritur, çfarë është kjo? Kjo është kjo është një dhuratë nga Zoti, sepse njeriu pas ka një kapacitet që t'i hulumtoj, t'i gjurmoj problematikat të cilat i ka dhe t'i trajtoj dhe t'i aplikoj tek njerëzit në nevojë. Kur vin shpesh, them, okay, a e din ti çfarë është dobia e një njeriu që kalon në një gjendje ankthi, ose në një gjendje depresive, ose në njeriu kur ka sulme paniku? Falenderoje Zotin që i ka atë gjendje. Pse? Pse Zoti e jep një mesazh tjetër. Thot, sprovat, sfidat, dhimbjet, sëmundjet janë pastrim për kënd për shpirtin e njeriut. Nga çka? Nga mëkatet. Tregom cili njeri është pa mëkate? Asnjë. Pra Zoti t'jet një mundësi që të filtroj dhe ti nëpërmjet rrugës së duhur, rrugës profesionaliste për t'i trajtuar këto problematika. Dhe fatmirësisht unë shoh një vetdije të ngritur të gjenerata e re, sidomos të adoleshentët, të cilët kanë turbulenca ndryshme dhe tani vinë dua të bëj një konsult, disa seanca, pas disa seancave kthehet në një gjendje shumë normale dhe merr një rrugtim shumë të suksesshëm në jetën e tij. Apo intereson kjo pjesa tjetër. Sot do më thonë një pjesë bukur e madhe rinis në të cilën ne jetojmë, edhe për ta mbushur ndoshta atë mendimin e tij ose boshllokun që po e kapim pak si temë më tepër, më thonë mundohen që të gjejnë lloj-lloj rrugësh që ata dhe më thonë ta përmbushin atë pjesën e ndoshta nuk e di, për shembull frigën ose pasjen një duke i dhënë një rëndësi tepër të veçantë aspektit material, dhe mundesh mi gjetë një pjesë bukur e madhe e rinis në për lojrat e fatit, të cilën mundon këtë zbrëstirën e tyre në shpirt ta përmbushin këtë formë. Prandaj si e trajton, a është një smundje kjo, a ka shërim kjo pjesë, ose çish e sheh psikologjia se zatën feja e din se si është. Shpesh edhe feja nuk ndahet me psikologjinë, për atë kjo është edhe ai drejtimi psikologjisë islame ku ndërthure njëra me tjetrën. Të falenderoj shumë për pyetjen, një pyetje mos e nevojshme në kohën tonë. Unë e thash në fund që duhet të gjenden rrugët më profesionale të duhura nga njerëzit kompetent. Pra,
kur njeriu gjendet në një gjendje kritike në jetë, që secili kalon fazat ndryshme të jetës. Por njeriu duke qenë në limitet e caktuara, vjen një çështje që nuk mund ta përballojë. Dhe për ta zgjidhur atë duhet ilaçi, shërimi. Kur njeriu ka këtë problematik, mundohet në variante të ndryshme, në mënyra të ndryshme të gjejë zgjidhjen. Dhe në shumë të rasteve hasen ose tek shkuarja të ndonjë sharlatan, mashtrues, të cili ka qëllime të përfitime të tjera, që dënohet me ligj, por ajo që është më veprimtare një vesit gabuar është të shkuarja në rrugë të gabuara. Në këto raste, abuzimi me pirjen e duhanit, që është më e thjeshta. Pirja në mas të kaluar limitit të alkoolit. Marrja e lëndëve narkotike, sidomos marijuana që përdoret shpesh në vin të ri të cilët kanë problematik me këtë pjesë, por edhe më e rënda kur e shkatron vetveten, familjen, jetën e tij, shkuarja në për rrugët e bigjosit ose të kockës. Njeriu kur është në një gjendje turbulente, sidomos në kriza të fazave të ndryshme psikologjike, për gjetur pak rehati, futet në një ves të zëmë në pirjen e alkoolit. Do të pish një shishe, ose një gotë, ose dy, ku e dion pak o më tepër më shumë, çfarë bën? Ti në fillim mund gjesh një relaks. Mund pak të trullohet truri, por nëse vazhdon një mas, e cila nuk mund të i kalohet limiti, çfarë bëhet? Ti e dëmton veten tënde. Bëhesh i pavetdijshëm, i dehur në gjendje të dese. Mandej çfarë bën? Nuk je i përgjegjshëm për sjelljet, veprimet të cilat i bën. Mund të bësh dhunë, mund të marrish makinën, mund të shkelesh ndonjë njeri, pra nga faktori njeri për vetveten kthehet edhe në dëm shoqëror. Shkoj më tutje. Nëse përdorim marijuanë, nëse përdorim lëndë narkotike, çfarë bën? Në fillim mund të vijë një relaks i vogël. Se shife, të kthehemi në pjesën fetare, është shumë interesante. Ndonjëherë shejtani, bile shpeshherë, jo ndonjëherë, shpeshherë mundohet mëkatin të ta zbukuron aq bukur saqë ti thotë kam një si dhuratë ta provoj. Është si puna e zinas. Njëherë mund ta bësh një amoralitet, po mandej trupi e kërkon përsëri, nefsi e kërkon përsëri, një herë, dy herë, tre herë, çfarë bën? E merr titullin zinaçar, amoral. E njëjta është edhe me këta. Pse duhet njeriu nëpërmjet këtyre fenomeneve negative ose rrugëve që janë jo të duhura ta shkatroj vetveten, kur ekzistojnë alternativa të duhura profesionale që njeriu të shkojë aty ku duhet? E din çfarë do të thotë për një njeri që luan bigjos? Ta shkatroj familjen, ta sjell në një fazë zero, ta lë pa asnjë dinar para në xhep. Pse? Pse thot rruga më e lehtë, mos punoj, mos harxoj energji, mos shkoj andej këndej, thot nëpërmjet një aparature ku diun lojra, aty do të dalë. Kur vjen një moment shkatrohet, sepse këto janë vese shumë të rënda, sepse janë vese psikologjike. E këto janë çrregullime të rënda psikologjike që njeriu duhet t'i afroj, që në shumë të rasteve këtu luan rol edhe profesionisti, familja, por edhe shoqëria. Prandaj unë nga ky podcast ju bëj apel të gjithë njerëzve që mos t'i paragjykojmë, mos të gjykojmë njerëzit. Nëse shohim dikënd që ka shkuar në një rrugë të devijuar, të gabuar, të mos bëhemi shkak në pavetësinë që ta shtym njeriu edhe më thellë shkojë se ta shkatroj vetveten, sepse fundja jemi përgjegjës edhe për veten tonë, por edhe për lagjen, shoqërinë tonë ku jemi. Për atë arsye, të rinj zakonisht, ku nuk e kanë akoma atë busullën orientimit të fortë, mundohen shkojnë në për rrugë të shkurtra, por shumë të këqija, të cilat lënë pasojë. Unë i përmenda vetëm këto, por ka edhe shumë raste të ndryshme të rënda, ku në vend se të kërkohet zgjidhja e trajtimit të problemit, vetëm se shtohet mbi doza për ta ngarkuar atë edhe më shumë. Arbor, nuk e di nëse kena normalisht e ki vërejt këtë pjesë, shoqëria jonë sikur dëshiron që ta thellon këtë pjesë, më thonë ta zom, më thonë kemi
edhe dyqane afër lorave të fatit, që për shembull japin para, do me thonë, ndoshta me një letër njoftim, të themi. Për shembull, këtë formë, sikurse do me thonë, afër tyre, me thonë ja bashkangjesim sikur dëshirojmë na shoqërinë, nuk e di jo na, por një pjesë bota komerciale e ka atë, dhe ku mund të kemi ne garancë që nëse shkon një mitër ku diun dikush tjetër me një letër njoftim. Ai që ka interesin, qëllimin për të arritur diku që rrohen syta as letër njoftim nuk merr. Por këtu duhet autoritetet e shtetit. Për atë arsye kemi pas partitë tona që kanë dalë me idenë që duhet kazinot, lojrat e fatit ku diun të jenë sa më larg. Un jam i formës së duhur, domethënë të prerë që ato duhet të mos ekzistojnë. Ne jemi shoqëri me shumë kriza të mëdha, kriza identitare, kriza sociale, kriza personale, kriza ekonomike. Pse duhet ky popull të thellohet edhe më shumë këto budallallëqe? Kjo nuk është e mirë vetëm për muslimanin, kjo është e mirë edhe për krishterinin, edhe për një ateist që nuk beson fare në Zot. Domethënë që ta ketë një jetë qetë, sepse kur njeriu shkon, nuk e kemi ne atë luks tim në ato fantazitë e Las Vegasit që dikush shkon lun për qef. Ne kemi probleme esenciale. Për atë arsye un apeloj tek funksionerët e shtetit që këtë punë ta marrin me seriozisht, sepse nëse nuk mirret seriozisht, atëherë edhe fëmijët e tyre mund të jenë të prekur nesër aty. Edhe mandej do shifet rezultati fatkeqësisht më keq. Për atë arsye unë falenderoj edhe hoxhallarët, falenderoj edhe profesorët universitar, por edhe gjithë njerëzit të cilët e kanë atë bindje që njerëzit i këshillojnë, t'i afrojnë me një altruizëm të madh që t'i largojnë të rritë aty. Sepse fundja jemi në një shoqëri ku kemi mundësi të gjitha gjërave të prekshme. Kemi qasje gjithandej. E ke telefonin celularin. Të intereson për gjithçka. Këtu e kemi edhe me laçet edhe dreqin. Nëse do të futesh në botën e melaj, ke dobinë më të madhe, si shkencore, si dituri, si fetare, si gjithandej. Po nëse do të futesh në botën e zezë, këtu i ke gjithë dreshnjëllëket. E për atë arsye unë jam i mendimit që të vihen disa limite, sepse fundja nuk guxon të keq përdoret demokracia. Demokracia jep liri, po jo aty ku cënohet edhe liria ose ku cënohet integriteti i njerëzit. Qartë. Arbor, për shembull, pak i prekëm disa çështje, domethënë zakonisht qetësime që vijnë prej masës, prej shoqërisë, prej ndoshta pse jo edhe prej besimtarëve, e përmendëm edhe alkoolin edhe bigjozin, por edhe pjesë narkotike. Kemi edhe gjëra tjera të cilat domethënë vijnë shpesh tek ju që kanë prekupime në jetën e tyre. Po, ka raste të ndryshme specifike, por unë shpesh njerëzit nuk i shoh thuajse edhe nuk duhet të shihen të njëjtë, sepse secili njeri është unik, është i veçantë, edhe ka ndjenja, ka ëndra, ka besime personale ashtu si akcepton ose i percepton ai. Për atë arsye, secilit njeri që vjen me një problematikë të caktuar, mundohemi të gjejmë nëpërmjet teknikës ose psikoterapisë bazë një variant që është më e kapshme për atë. Për atë tash në fillim, aty ku duhet të jetë pjesa e besimit, mundohemi nëpërmjet psikoterapisë ta shtojmë edhe si një pjesë shtesë. Por në shumë të në rasteve unë punoj me ankthin, depresionin edhe me sulmet e panikut. Aty e kam gjetur vetveten dhe në shumë të në rasteve kur vjen dikush me... Ka mundësi na tregu pak Arbor për detajisht për shembull ankthi çka është depresioni. Po. Ankthi është një ndjenjë e frikës, por nuk është frikë, është një ndjenjë e shqetësimit në shumë të në rasteve, ku njeriu ka një shqetësim të brendshëm, por nuk mund ta definoj atë. Shumë të në rasteve thot kam frikë të shkojnë punë, kam frikë thot të dal nga shtëpia, kam frikë thot nga njerëzit, bisedat me njerëzit, domethënë haset në disa fobi të ndryshme që janë brenda ankthit dhe natyrisht nëpërmjet testimeve të ndryshme edhe nga praktika e mëhershme, si të vjen njeriu me njëre dallojmë domethënë në çfarë stadie, në çfarë gjendje është dhe e caktojmë që kemi të bëjmë me ankth. Dhe kur e shohim që ankthi ose ajo ndjenja fight or flight luftoje, ose të lufton, ik ose qëndron, luftoje ose pranoje. Domethënë është një ndjenjë ku nëse është e te kaluar limitit, duhet edhe ndërhyrja e medikamenteve, që e bëjmë zakonisht me mjek psikiatër, por kur e shohim që faza është fillestare, domethënë në momentin e dur, atëherë nëpërmjet
psikoterapisë, mandej edhe psikologjisë këshillimore, mundohemi personit t'ja qartësojmë problematikën, thash kthej tek vetvetja, te çështja, te faza kur ka filluar deri në një stad ku të arrim menaxhimin e tij. Për shembull, ne jemi si ai fëmijës kur fillim t'japish lugën direkt në gojë, e njëjta është edhe me këta persona. Duhet jemi shumë të përpikt çfarë i themi, si i themi, që mos t'ja prekim atë çështje që ka shumë të ndjeshme. Domethënë jemi shumë detajos. Edhe i trajtojmë gjërat pikë për pikë, si ka ardhur, cilët kanë qenë simptomat e para, kur kanë filluar simptomat e para, a mos ndoshta më herët ka pas ndonjë problematik familjare, ndonjë fatkeqësi familjare kështu me radhë, edhe vazhdojmë nëpërmjet teknikave, seancave të cilat i kemi, arrim deri në një gjendje përmirësimi. Se duhet jemi të qartë. Këto gjëra nuk shërohen, sepse nuk janë smundje. Janë që rregullime të cilat duhet që rregullim të rregullohet, të menaxhohet. Pra, tash kthehemi te depresioni. Depresioni manifestohet me ndjenjen kur njeriu ndihet i pa motiv. Njeriu kur nuk ka dëshirë për jetesë, izolohet brenda mureve të shtëpisë, po dhe shumë të në rasteve në një dhomë të vetme. Nuk i pëlqen drita, errësira, zymtësia, njerëz të cilët e lënë vendin e punës, nuk kanë kontakte të mirëfillta me njerëzit, ose në shumë të në rasteve nuk janë funksional në jetët e tyre. Dhe çfarë bëhet mandej? Njëjtë si të ankthi, ashtu edhe te depresioni janë ato testimet apo stafat të standardizuara, të cilat nëpërmjet pyetësorit, intervistimit i plotson klienti dhe mandej e shohim shkallën se ku është gjendja depresive. Prandaj thash, kur njeriu futet në këtë gjendje, në këtë stat të çrregullimit psikologjik, kur e shohim që thotë unë fal namazin. Tani namazi është qetësi për njeriu, është meditimi më i përsosur që njeriu mund ta bëjë 5 herë brenda ditës tij. Por çka do të thënë gjendja psikologjike? Nuk mund ta falim namazin vetëm si një formë kulturore se duhet falet. Unë jam pak fanatik në këtë pjesë. Namazi kur duhet bëhet me një përkushtim të thellë, të vetëdijshme dhe shumë të thelluar psikologjikisht. Që si është ajo pjesa, në anën e djathtë e mendon xhenetin, në anën e majtë e mendon xhenemin përpara sikur e ke urën e siratit. Kjo është formë filozofike. Është një formë që njeriu të futet brenda meditimit në çka? Në kontaktin e tij me Zotin. Edhe aq më bukur kur lexon versete kuranore, kur ua di kuptimin. Para unë shpesh them, okay, bisedo me Zotin tënd. Ktheu pak te Zoti me një përkushtim më të thellë. Edhe mandej do shohim si ndihesh. Në shumë të rasteve kur njeriu futet në një gjendje meditative, ndihet shumë i qetë. Bilon e shkoj pak në atë shakan më të madhe. Nëse e bën këtë pjesë meditative, nëse e ke kontaktin me Zotin siç duhet, mjafton, mos pi diazepam për sot. Pse? Pse e ke marr atë gjendje të relaksit ose të qetësisë tënde. Për atë arsye, tash kthehemi edhe te paniku, ta shpjegoj. Paniku është në gjendje kur njeriu shumë të në rasteve në një moment të caktuar në rrugë, në punë, kudo që gjendet, ka një gjendje shtrëngimi në gjoks, vështirësinë frymëmarrje dhe rrahje të shpejta të zemrës. Shumë të në rasteve dikush bie, rrëzohet, mund të ketë dridhje të trupit, mund të ketë ndjersitje të ftohtë, edhe në shumë të në rasteve mendja menjëherë shkon që mos ndoshta mund të kemë ndonjë sulm në zemër. Ku shkojnë mandej te kardiologë, kontrollon, bën gjithë ekzaminimet mjekësore, edhe arrim që nuk ka pacienti asgjë. Dhe tani thash, faleminderit atyre që janë më vetëdijshëm, thotë shko bëj një konsultë në psikolog. Shumë të në rasteve njerëzve pinë edhe për migren, ilaçe më të mëdha. Një konsult, disa konsulta, disa seanca, me njëra arrihet në një gjendje ku ai e përmirëson vetveten. Në përgjithësi kjo mund të jetë. E qartë. Ne pak e bisedum këtë pjesën që feja është aktive dhe ka impakt i jashtëzakonshëm në çështjen e problemeve. Por si e sheh arbëri dhe sa i ka ndihmuar feja që të zgjidh ndoshta edhe problemet e njerëzve. 100%, shumë. Unë thash kur e lexoj personalisht Kur'anin familart, jam korrigjues njerë tek vetja ime, te veprimet e mia, sepse thom, sa i mangët qenë kam që po ja nashkaloj në disa raste në një kohë kur ndoshta mund të jem më aktiv, mund të jem më i angazhuar, edhe ai sot do të lexoj, po hajni pas një javë ashtu ai kështu. E mandej kur përqendrohem edhe shoh që
Fjala e Zotit është ilaçi më i madh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton vetëm Zoti. Ku ka garancë më të madhe se kjo? Paramendo sikur je në mesin e shkretirës, në një gjendje ku nuk ke askënd dhe mund të jesh i rrezikuar në çfarë do lloj forme, nga luan, nga gjarpri, ku dion. Dhe vetëm kur ngren kokën edhe din që ai ke krijuesin, ai që ka krijuar edhe të mirën edhe të keqen. E për atë arsye, ku ka garancë më të madhe psikologjike, shpirtërore, kur njeriu e ka krijuesin e tij. Unë edhe shpesh ju them edhe njerëzive, edhe kur bisedoj me kolegë ndryshëm, mjafton të lexohet ajo Sirrë Nebevije që i kemi pasi lënë në medrese, historiografia e pejgamberit alayhis salam. Mjafton ajo të lexohet dhe njeriu ta kuptoj vetëm si ka qenë pjesa psikologjike, etike, morale e pejgamberit alayhis salam. Si ka mundur ai të përballoj sfidat, problematikat që unë besoj asnjë njeri në këtë botë nuk ka pasur sprova më të mëdha se që kanë pasur pejgamberët e Zotit. Edhe pjesa që më së tepërmi më ka dhënë mbres, se normal si Kurani, si hadithet e pejgamberit alayhis salam t'japin një ndjenjë të jashtëzakonshme, sepse e lexon me një pasion të madh dhe të marrish si hariqin ata begatinë e saj. Për shembull, shpallja e pejgamberit alayhis salam, si erdhi shpallja nga Zoti, zbritja e Kuranit. E gjithë procesi, ajo faza e ardhjes së Kuranit, unë e kam pas si psikologji. Se si vjen Gjibrili, se si i thot ikra bismi rabbikal ladhi, lexo, mëso, studio, përparo, zhvillo me kënd në emër të Zotit. Se sot shumë të në rasteve ne kemi dije bollëk, po e kemi një dije që nuk fillon me urdhrin e Zotit, ose me mbështetjen, me strehimin në Zot. Kemi luftrat e ndryshme. Kemi problematikat më dha gjeopolitike. Edhe kush është pasoj? Njeriu. Kush vdes? Njeriu. Po çka është më esenciale që duhet dihet? Kush i shkakton këto? Njeriu. Pra njeriu ka arritur në një gjendje që të marrë dije për çka? Të bëj sherr. Të bëj luftra, të sjellë varfëri, të shkatroj psikologjinë, shpirtin e njeriu tjetër. Për çfarë? Të zaptoj më shumë tokë, të zhvillojmë aspiratat tona. Çfarë aspirata? Që më në fund do të ishme një grush dhej atje në varr. No, shive ku arrin njeriu. Prandaj pejgamberit vjen thotë lexo, mëso, studio në emër të Zotit. Edhe ajo forma ku profeti largohet nga shpella Hira dhe kur futet në shtëpinë e tij dhe kur mbulohet me batanie, kur vjen ajo drithmërim, ajo frikë, kur Zoti thotë ngrije kokën se ti ka ardhur me një mision. Të gjitha këto kanë qenë ato ajetet që ndoshta më kanë lënë një mbresë shumë të madhe te vetvetja ime. Dhe në shoqërinë ku jemi, thash në shumë të rasteve detyrohem që ta bashkëveproj me psikoterapinë edhe pjesën fetare. Ka shumë ajete ku ndërlidhen me psikologjinë. Por mjafton thash disa që njeriu t'i thot edhe të ndjehet më i qetë, më i lumtur. Përmendja e Zotit është qetësi për zemrat. Na mjafton neve Zoti, po e kemi mande historinë e pejgamberit Ejub alayhis salam me smundjen e tij. Edhe çfarë thot Zoti? Nuk thot më shëro, po thot mos ma dëmto edhe gojën, çfarë gjuhën time që vetëm të madhroj ti. Pra njeriu është në mes dy gjërave. Gjëja e parë, që ai të njohë vetveten, të përmirësohet, dhe e dyta është që njeriu të mund ta shkatrojë vetveten. Në shumë të rasteve Zoti thotë kur ju vjen një musibet, një fatkeqësi, mos thoni që ka ardhur nga unë, ka ardhur nga veprat e juaja, nga ajo çfarë ju keni bërë. Dhe mandej njeriu kur fokusohet te vetvetja, se fundja nuk është asgjë fatale nëse njeriu mund të zhytet ndonjëherë ndonjë mëkat. Pse? Sepse e kupton çfarë është mëkati. Fundja fundit pa e prekur zjarrin nuk e dim që ajo djeg. Është një lëndë djegse. Por zjarrin e kemi për të gatuar, për të ngrohur, për të bërë tjera. Prandaj Zoti aq bukur i ka shpjeguar gjërat saqë shpesh herë nëpërmjet ndoshta keq interpretimit ose keq informimit ose keq menaxhimit të asaj që e posedon një njeri, mund ta paraqesë Islamin si të vështirë. Jo, Islami është lehtësi. Unë nuk kam pas, sa kam njohuri dhe sa kam lexuar mbi historinë e religioneve, që kemi një islam kaq tolerancë, e cila është bazuar në paqe dhe në dashuri.
Më thënë, Zoti ka krijuar mundësi, ka krijuar hapësirë që njeriu sa ma lehtë të jetë në kontakt me të. Nuk ka vënuar barrierë, nuk ka vënuar ndërmjetës. Ka thënë lidhu direkt me mua. Kjo është fuqi psikologjike, kjo është mbështetje psikologjike, kjo është ngritje psikologjike. Ama nga kush? Ata të cilët janë devotshëm. Se fundja shumica thon Kur'anin e lexojmë po se kuptojmë. Po lutem, Kur'ani kërkon përkushtim, kërkon devotshmëri, kërkon pak një ngritje të lartë. Por normal bie në duart e secilit. Arvar, për në fund, ne gjatë kësaj bisede besoj që kemi dalur në një përfundim të mirë, që feja islame jep një përparësi, do të kisha thënë këtyre smundjeve psikologjike, që mos të bëhen të mëdhaja të pa përballueshme dhe të pa menaxhueshme, që pastaj ndoshta kërkon edhe më tepër angazhim nga psikiatrët e kështu me radhë. Besoj që feja islame orienton qysh në fillim, që nëse eventualisht ka dikush ndonjë problem, lirshëm, ai domethënë të shkon tek psikologu dhe të ngjej veten rahat, se do të bëhet edhe më mirë, ashtu siç e the edhe ti. Prandaj kisha dashur një mesazh të fundit për shikuesit. Po, atëherë si përfundim, unë shpesh e them edhe në për konferencat ndryshme dhe në për emisione ku na jepë mundësia, kështu që edhe ju falenderoj që dhat këtë hapësirë, edhe uroj, supozoj që edhe në të ardhmen do të vazhdoni, mos ta ndërprerni gjë këtu. Nuk ka sëmundje, po ka të smur. Ashtu ekziston një teori psikologjie e vjetër. Pra në shumë të rasteve njerëzit duke u futur aq thellë në mendime bien në një gjendje të smur. Por është e vërtetë që çdo smundje Allahu ja ka sjell edhe shërimin e saj. Është hadith pejgamberit ashtu. Pra, njerëzit sot kanë mundësi edhe hapësirë që të shkojnë në rrugën e duhur tek profesionisti. Andaj mos hezitoni, mos u ndjeni të stigmatizuar, mos u ndjeni në një botë ku t'i theni vetes se gjithçka ka zgjidhje përpos vdekjes. Vetëm se duhet të trajtohen gjërat ashtu siç duhet. Dhe për atë arsye, unë edhe nga këtu jap mesazh edhe vazhdimisht, njeriu që shkon në psikolog është njeri më i mençur, sepse e ka dalluar që duhet ta trajtoj vetveten në formën e duhur. Ai i cili nuk shkon psikolog, që në shumë të rasteve, mos më keq kuptoni, unë kur dal edhe në rrugë takoj njerëz me sjelljet, veprimet e tyre, them, ky është për psikolog. Ky duhet vinë te unë. Pse edhe në shumë të rasteve mos më keq kuptoni, edhe duhet ta them patjetër të jem transparent, i kemi në për institucionet tona. Për atë arsye të shkoni në psikolog është sendi më i mirë, është sendi më i duhur, aq më tepër për një besimtar. Që ndoshta një sfidë e këtyre krizave të jetës ty të forcon në besimin tënd, imanin tënd, që ti t'jesh më i kthjellët dhe t'jesh më i përpikt, më i përqendruar në lutje, adhurime edhe të kesh harmoni familjare. Unë këtë e kam pa, e kam testuar, e kam prekur direkt sepse punoj me klientët e mi. Edhe e shoh çfarë impakti ka besimi feja. Edhe shoh çfarë impakti ka kur vjen në psikolog. Mandej edhe nga këtu shumë e rëndësishme ta themi, sepse jemi me një podcast ku preket pjesa e fesë. Mos keq përdorin njerëz të ndryshëm në patronazhin e hoxhallarëve për të keq përdorur këta njerëz. Unë kam biseduar edhe me Miftiun, edhe me njerëz kompetent, edhe besoj ata punojnë këtë drejtim, që të dihet kush është ai njeri që fryen ose bën rrugjen, edhe kur duhet të caktohet një njeri ose një klient ose një pacient që duhet shkoj tek profesionistët e shëndetit mendor. Së fundi edhe unë kam studiuar fen, por e kam përzgjedhur rrugtimin tim në këtë formë. Për atë arsye edhe kur dikush ka nevojë për këshillim, unë them e ke personin tjetër, unë punoj me këto që punoj momentalisht, po kur duhet rrugtimin, domethënë të trajtohet një problem ose një këshill, shko tek personi i dur, edhe kështu funksionojmë më mirë, edhe njerëzit janë më të qartë se çfarë duhet të bëjnë, ka një tablo të pastër, vetëm se duhet të aplikohet në fusha dhe veprime të ndryshme. Faleminderit shumë Arvar. Inshallah do Zoti do të jemi së bashku edhe në një emision tjetër me ndonjë temë ndoshta më speciale. Ju faleminderit shumë që gjetët kohën, mundësinë që jeni në Miftinia podcast. Zoti ju nderoft, Zoti ju shpërbleft. Besoj që kemi dhënë mesazhe të duhura dhe të dobishme, kështu që ju falenderoj edhe një herë. Suksese. Faleminderit shumë.
Të nderuar vëllezër dhe motra, këtu është fundi i emisionit Miftinia Podcast, që patëm mysafirin e nderuar Arber Kadriu, që folëm për tema të ndryshme në lidhje me psikologjinë. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.